Kuvendi i Shqipërisë do të hapë një kanal televiziv. Dokumentet tregojnë se ky projekt do të kushtojë që në nisje 500.000 euro. Socialistët duan që të prodhojnë vetë lajmet mbi veprimtarinë e kuvendit dhe të kenë një redaksi ku japin intervista mbi punën e deputetëve. Propozimi është bërë sot byros të kuvendit. Sipas argumentimit të plot, Media Hub i kuvendit me shërbimet integruara të inteligjencës artificiale 50.2 milion lek investim dhe 0.8 milion lek projekti. Media Rumi është menduar të jetë një qendër e integruar multimediale brenda kuvendit të Shqipërisë, e konceptuar si një redaksi televizive profesionale që funksionon në mënyrë të përhershme dhe bashkëpunon ngushtë me radio-televizionin shqiptar për transmetimin në kanalin RTS Kuvend. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.